Yasir Hasani ishte një nga temat më të nxehta për futbollistët e kombëtarës pikërisht në merkaton e verës. Guangzhou kishte filluar një hakmarrje ndaj sulmuesit shqiptar dhe pse në fund i dedikoi postim duke transferuar si hero te Esteglali. Hasani ka zbuluar përpas skenat e bujshme që ndodhen në Korenë e Jugut si dhe kërcënimin e ish klubit të tij. Këto deklarata vijnë pikërisht nga Irani ku edhe po luan me Esteglalin. Klubi korean më tha ose duhet të shkosh në ligën japoneze ose duhet të vish në stërvitje dhe nëse nuk shkon në ligën japoneze nuk do të japim as edhe një minutë lojë. Unë i thash mirë, edhe nëse nuk luaj as një minutë në Kore, nuk më intereson sepse dua të shkoj te Esteglal. Isha gati të sakrifikoja gjithçka vetëm që një ditë të arrija te Esteglal. Që nga dita e parë dhe në shikimin e parë u dashurova me Esteglalin, u shpreh Hasani sipas fjalëve të raportuara në Iran. Ishte klubi japonez i Yokohama Marinos që në verë interesoi për shërbimet e mëngjarashit. Hasani e ka fituar që në fillim mbështetjen e tifozëve në Iran. Ansori 30 vjeçar ka shënuar 5 gola dhe asistuar një tjetër në 10 ndeshjet e para.